Ecim tutje, kemi kaluar në një moment tjetër. Ju thash që në fillim, nuk ka asgjë më të bukur se në mbamendjen tonë të jem besin për jetëve të gravuara, veprat e mëdha, të kolosëve të mëdhej, të kulturës e të artit shqiptar. Sonte, apropo kësaj teme, do të flasim vërtet për një gjigant të madh, por para kësaj t'i ftojmë në skenë, vërtet dy gjigant të skenës, sepse ata kanë bërë enkas një balat të bukur, një këngë të madhe shqipe, për kolosin e madh Salimonin. Zonja Zotri, për ju, për ne, për të gjithë, do të vinë në skenë Ilir Shaqiri dhe Nikol Nikprelaj. Mirë se erdhët, skena për ju, po këndojmë, pastaj do flasim. Ilir Shaqiri, Nikol Nikprelaj.
këndoni, Salimanin ma këndoni, ju o dhjune që ushdroni, Salimanin ma këndoni, Salimanin ma këndoni, A që ma vajtoni. Evo edhe kënga, edhe vaj për gjigantin e madh, funksionoi njësoj, ndezin zemrat, shumë faleminderit që jeni sonte, në ndorë turkitit e publikut, do të ulemi e do të debatojmë bashkë. Ilir Shaqiri, Nikol Mikprelaj! Jemi rikthyer në spektaklin ton me shumë duar trokitje, me ovacione që ju kanë bërë gjigantit madh të këngës së bukur, popullore, folklorike, shqiptare, Salimanit. Balad për të cilin sonte e dëgjuam, e shijuam dhe na sollën artistët të mëdhej, Nikol Mikprelaj e Ilir Shaqiri. Mirëservet. Ilir, edhe në libra tua e ke cek shumë mbamendjen, mos harresen, kujtesen. Sa bukur që ju të dy jeni kreator, autor dhe kreator të një vepre të bukur që quhet balad për Salimanin e që e gravon si një vlerë e shtuar figurën e tij me kemi qenë në televizionin Blue Sky në Shkodra, gjithësisht televizioni kanë organizuar një akademi për mua të madhe, për të madhen Salimanin, kemi qenë të gjithë bashkë, kemi folë shumë e kujt ishte iniciativa kështu, por kur e ke njoft Salimanin, Ilir? Për herë të parë kam parë në vitin 1980 në Mitrovic, në një koncert të trupës artistike Migjeni nga Shkodra, po me gjitha të artistë. Ndërta ishte dhe Salimani. Dhe ndonë që artistë të tjerë këndonin me një orkestër të shkëlqyrë, të madhe. Salimani me 2 telat çiftelis arriti me ndez sallën në Mitrovic dhe gjitha ndeni për të sorë. Pastaj, të rjetën time kam përcjellur krimtarinë e tij. Kur e ke taku kështu personalisht? Personalisht e kam takuar mas viteve 1990. Pas vitit 1990. Po. Edhe ishte ashtu si që e kisha parafytyru, dhe me thonë, një njeri të madh. Kur erdhi ansambli në Prishtinë? Jo, në Tiranë pa. Në Tiranë edhe më herët. Dhe ashtu si që e kisha parafytyru një gjigant, një njeri të mirë, një malsor të urtë, ashtu më doli dhe ashtu, pastaj kemi bashkëpunu bashkë, kemi udhëtu në për Evropë, në për Amerikë, në koncertet tona dhe Salimani asnjëherë nuk ka zbrit nga ato që kam menduar për të që është një njeri madh dhe një artist i shkëlqyer i skenës muzikore shqiptare, i folklorit në veçantë. Nikol, kush ka qenë Salimani? E shef ka plot të reja këto rini që ndoshta më pak din për të. Kjo është një pyetje jo e lehtë. Jo e lehtë. Edhe të tregoj unë se kush ka qenë Salimani, po ashtu nuk është një përgjigje që mund të jepet lehtë. Por megjithatë më duhet të jap një përgjigje. Për mua Salimani ka qenë një artist i trefisht dhe asnjëherë s'ka mundur ta kuptoj se cili Saliman ka qenë më i madh, a Salimani i muzikës, i komponimit, Salimani i tekstit apo Salimani i interpretimit. Pra, edhe po të ishte vetëm një prej këtyre 3 Salimanave, prap do ta kishim një Saliman gjigant. Me të vërtet gjigant. Unë asot nuk njoh një tekst shkruas. Si tekst shkruas gjigant. Gjigant. Pra, 3 gjiganta. Kompozitor gjigant, interpretues gjigant. Pra, këtu doja të dilja. Asot nuk e di se kush mund t'i shkruante ma bukur ato vargje në kombin ton, në atë stilin asaj muzike se sa aj, ose kush mund t'i bënte ato melodi as bukur sa aj, ose kush mund të interpretonte aq bukur me ato veçanti sa aj. Ilir, ai ka qenë... Të ndërlidhen me Nikolën këtu, Naim, Saliu ka njohur më së miri vargun popullor. Ai ka njohur përmendsh,
Homerin tonë shqiptar, fishte. Këtu doja dilja, njëri me shkollë, i shkollës, folklorist me shkollë. Pa tjetër. Ka njohur shumë mirë vargun popullor dhe ka ndërtuar gjitha këngët e tij, qofshin ato lirike, qofshin baladike, qofshin tekste këngësh. I ka ndërtuar mbi motivet e dëshmora të vargut tonë popullor, të fishtes tonë të madh, të Ndremjedës, të Filip Shirokës, të gjitha atyre korifejve të letërsisë sonë. Ai në interpretimet e veta, ndonë se ka qenë i lindur në malsinë e madhe atje, ku zërat e malësisë dihet që komunikojnë me majat e bjeshve sepse janë zërat e lartë, Saliu ka pas një zë sa ma... I ka qa malet. Po, i ka qa me atë urtësinë, pa shpërthime, dinamike në këngë, por me mënyrën e tij që askush si ai ka ditë ta interpretoj, ta muzikoj fjalën dhe ta depërtoj deri te publiku. Për këtë është shumë i madh Saliu. Sonte vërtet shënojmë diçka shumë të veçantë në botën e rapsodisë. Rapsodia jon, unë e thash, është ai epi i vjetër, gjurma më e lashtë njerëzore, që ne shqiptarët e kemi përcjell 3000 vjet e tutje. Ai zërit i mjeshtria e tij e të kompozuarit këngës, e gjitha janë skalit bukur brenda këtij epi. Po si duket shkolla i pas ka bërë. Ata dëgjova gjërat bukura që i kanë ofruar Pjetër Gaci e të tjerë, që të krijoj edhe për festivalin, ka kriju për festivalet folklorike, po për festivalin e madh më pak, sepse ka thonë duhet mbetem këtu, ku kam vendin. Sa ka pas ndikim në këngën tënde, në këngën e kolegëve tu në mbar Kosovën, zëri, kënga, jehu i këngës ti, i teksteve ti në Kosovë? Pa tjetër, ai na ka mësuar që kënga duhet të ketë tekstin e bukur, duhet të ketë domethënien, duhet të ketë fillimin, trupin e këngës dhe përmbylljen. Unë në këngët e mia kam bashkëpunuar një herë për një këngë me Saliun dhe më ka shkruajt vargjet më të bukura që i kam në për këngët e mia. Ka shkruajt një këngë për vraninën, ku thot: "Një kam në tokë e tjetrën në ujë, ase jona, ase huj." Ase jona, ase huj. Po se thot kush përveç Salimonit. Tëri jetën ja ka kushtuar Shqipërisë e Kosovës. A Nikol? Më shumë Kosovës. Më shumë Kosovës. A disa ja asaj plagës ti, patjetër, të zemrës. S'ka një kosovar që ja ka kushtu jetën artistike e Kosovës më shumë se ai. Se Salimani. Do me thënë, nuk di ku ka gjithë këtë energji që ka shpërnda kaq shumë, sa në Shqipëri, aq në Kosovë, se sa në Kosovë, aq në Shqipëri. Do me thënë, kemi mësu prej këngëve ti edhe kush është Kosova në ato kohëra. Ai ka njoftë shumë mirë historinë. Ai na ka mësu për post të këndojmë, të shkruajmë, të interpretojmë, na ka mësu edhe histori sa të dush. Brenda këngës. Brenda këngës. Në shumë a ka ditë Kosova kush është Cemi, deri te kënga Moja Mira Bregu Cemit? Për shembull, një shembull. Gjithë ata këngëtar janë afirmuar Kosovë, e ndërta sidomos Shaqir Tërvadiku, Moja Mira Bregu Cemit, Moja Mira nga Gjakova. Unë Shaqirin, të cilin e adhuroj shumë, unë përmes këtyne këngëve kom fillu të njoh. Këngëve të Salimani. Moja Mira Bregu Cemit dhe Moja Mira nga Gjakova. Sa e bukur, në vitin 1980 kur vinë në Prishtinë, janë ndalojnë brenda natës një këngë, sepse ajo këngë ishte për Enver Hoxhën, e diçka tjetër, edhe i thonë, këto këngë nuk shkojnë. Kishte edhe bashkëpunim edhe përplasje. Edhe ai brenda natës e krijon këngën e bukur. Hej, o Kosovo, tu në gjatë jeta, po thotë Shkodra mirë se të gjeta, vatërën tënde sa ke marrë, na ke prit me zemër të bardhë. O kreshnike dhe bujare e trimnive legendare, e po të këndon kjo zemra ime, mirë se të gjej, Kosova trime, sa e bukur. Gjitha to këngë. Sa këngë ka bo për ty, Nikol? Shumë. Apo vetëm keni bashkëpunuar? Nuk kam kërku, vetë nuk kam kërku këngë shumë prej ti, ma ka ba këngën më të bukur që kam me lahut, e kam prej ti, si tekst. Por unë kam pas dhe kam një studio në shpi, dhe një album të ti e kemi bërë bashkë në studion time dhe aty e kom pa madhështinë e interpretimit të ti. Të Salimanit.
aty e kom pa kush tamam kush qenë ka Salimani dhe çfarë interpretimit ka pas. Artisti merituar, i laureuar prej shtetit, ky praktikisht çmimi më i lartë, artisti merituar dhe artisti i popullit kanë qenë dy çmimet më të larta që i ka dhënë. Sot është mjeshtër i madh apo mjeshtër, ë? Të jesh artisti i popullit në atë kohë është dash të kesh edhe mosh. A dhe mosh? Po, por ai ka qenë artisti merituar në moshën shumë rinore, domethënë shumë i ri. Ka pas një djalë në Ushtrinë Sigurimtare të Kosovës. Artanin, që jeton në Kosovë. Artanin. Përveç këngës, zërit, gjitha tyre teksteve të bukura, ai ja fali edhe një djalë Kosovës. Kur filloi lufta në Kosovë, ai thirri djalin në bord të shtëpisë aty dhe i tha, Artan, tha, do ma falësh jetën. Ai tha, bab, shprej kur më ke lind jeta jot jashtë. Thot ka fillu lufta në Kosovë dhe të të shkosh luftash në Kosovë. Je shumë e lehtë. Po, je shumë e lehtë për... Po, shumë madhështore, shumë madhështim. Dhe Artani vjen bëhat ushtari Ushtrisë Sigurimtare në Kosovë. Juve keni ban një balad për Salimanin. Ideja ishte e përbashkët, a? E Nikolës ishte. E Nikolës. Atë natë që atë ditë që morëm lajmin e hidhur për vdekjen e parakohshme Salimanit, unë me njëherë njoftova Ilirin dhe ja lash një detyrë, pa ma lanë mua kush si detyrë, po e dinim obligimet e veta, çdo kush, që t'jap lajmin, të insistojt që t'jepet lajmi në RTK. Dhe gjatë bisedave që bamat natë, tha unë, ndëgjoj tha këto reshta, dhe mi citoj reshtat e parë të kësaj këngës që ndëgjuam sonte. Atë natë ka fillu kjo këngë. Dhe dal nga dal, pa nxitim e bëri Iliri, do më thënë, tekstin, e bëri edhe muzikën në bashkëpunim me Naim Gjoshin dhe me një mjeshtri të jashtëzakonshme, profesionisti Korab Shaqiri e bëri edhe regjistrimin vokal. Do të thënë realizoi këngën si këngë dhe me të vërtet ai realizimi ishte fascinues. Gjë që nuk më befasoi, sepse një profesionist dhe një bir i një profesionistit nuk pritet gjë tjetër. Erdhi edhe një tjetër nga malësia, një profesionist. E mos e kemi këtë malësor, e kemi piktor, e kemi kompozitor, e kemi këngëtar, e kemi lahutar. Bile, me të thënë drejten, kur shkon këto dhe si rim, e fundit, e kemi dhe lahutar, në Kosovë e kemi majtë kozja dhe si sugar. Edhe pse i madh 2 metra, Evo, Ilir, qa keni dash me këtë balad? Unë jam i lumtur që balada ka dalë në këto përmasa, dhe me këto përmasa ka dalë ty i falenderu për kushtimit Nikolës mas pare, dhe insistimit ti që të bëhet kështu dhe jo ndryshe.
Dhe natyrisht edhe ato që i foli Nikola për korabin. Por njëkohësisht unë do të kisha me sigurit po ta ka përcej skenarin. Nuk do të kishte dalë kështu për të pa televizionin Blue Sky në Shkodër, i cili në e hapi derën si kur tjetë shtëpia jonë. Dhe ne aty u ndim si kur jemi, ja bashkë si kështu në Odeon, edhe punom me shumë kënaqësi, si kur ti kishim njoft ata njerëz prej vitesh. E për mu ishte hera e parë që bashkëpunoja me profesionistët Gëzimin dhe Mimozën. Në dur të rakitin. I tërë stafi i Blue Sky dhe tërë familja e Gëzimit dhe më thonë ishin të përkushtuar që ne të ndiheshim mirë dhe të bënim atë që kishim shkruar për të bërë, natyrisht gjithmonë të konsultuar edhe me stafin e Gëzimit, po edhe me Nikolën, dhe doli ajo që shihet dhe jam shumë i gëzuar që me disa finesat vogla edhe artistikisht vizuele, klipi komunikon shumë bukur me tingullin muzikor, me dy zërat tonë dhe jam shumë i kënaqur që ka dalë. Dhe të gjithë shëtisin bashkë si shpirti i tij mbi Shkodrën e tij dhe Malësinë. Patje. Një gjigant i madh që vërtet na bëri të këndojmë të gjithëve. E dini se unë kam fillu të këndoj duke imituar këngëtarë të Shqipërisë. Gjithë kemi filluar. Po të gjithë kemi filluar ashtu. Por në vitet 90-ta, në realitet, unë sikur një farja kom bën një farbame dhe bimi me këngën e Salimanit, që e adhuroja pa fund. Po një këngë ku ai kishte shkri tregimin dhe historinë brenda saj në Muzeun Historik, këngë për Isa Boletinin. Dhe në të gjitha ato mbrëmje, sa është bukur që edhe Gëzimi dhe Moza e kuptojnë të në mbrëmjet më të bukura, e që po themi ku ka dominua dhe muzika, dance, diskoe, në ditët e vështira, nuk ka përfunduar mbrëmja pa u këndu një këngë e Salimanit, sepse ka sjell pikërisht atë mbamendjen që thoni ju, na ka sjell në kujtesë që është shumë mirë që jemi shqiptarë. Ju dy keni me më falë pak se do të marrë mikrofonin e do të shkoj të miqtë tanë, të vëllezërit tanë, nga Shkodër Locja, Gëzim Brahusha, edhe Mimoza Brahusha, mirë se keni ardhur. Gëzim, mirë se keni ardhur.
Është shumë bukur që ju kemi sonte këtu, një ëndër që për herë po realizohet, megjithatë kënga, Gzimi dhe Moza, edhe arti e kultura i ka kaptu malet edhe atëherë kur na i kanë byllë. Edhe ne kemi komunikuar me njëri tjetrin. Është bukur që dyert e dritaret e komunikimit janë rritë. Njëra ndër ato dritare, shumë fuqishme, e të bukura, e të mira, shqiptare, është televizioni joj Blue Sky, televizioni Shkodrës. Shumë faleminderit që jeni me ne sonte, shumë faleminderit për gjithë çfarë keni bërë për artistët, për Salimanin, për të tjerët. Moza, ke qenë herave tjera në Kosovë? Mirëmbrëma herë, mirëmbrëma të gjithë pranishmeve. Në fakt në Kosovë kam qenë dhe herë tjera, po hera parë që marr pjesë në një emision në një televizion kosovar. A në anën tjetër jeni regjisore, realizatore vetë. Prapa kujtave jam gjithmonë, po në televizor hera parë dhe që do dalë në televizor. Mrapa kujtave më keni në të gjitha emisionet, në të gjitha spotet që bën televizorin tonë. Juve jeni të ri me burrin tuaj, po Salimanin e keni njohur, sigurisht. Në fakt, është një brez më lartë se ne, por kemi njohur këngët e tij dhe i kemi transmetuar në televizionin tonë. Për herë. Për herë dhe nëpërmjet televizionit dhe ne kemi dhe bashkë qytetarë tonin, kështu që jemi të informuar më mirë për këngët dhe për muzikën e Salimanit. Për rastin tonë, për baladën e Salimanit, unë të them të drejtën jam ana vizuale e kësaj balade. Televizioni ju e ka realizuar. Realizimi. Kjo ishte një balad shumë e thjeshtë, kuptojemi, nuk ishte e thjeshtë të bësh një balad, të bësh një klip për një gjigant dhe të kënduar aq më tepër nga dy gjigant, nuk është as pak e lehtë, por të lehtë ma bëri regjizori i kësaj kënge, Zoti Ilir Shaqiri. Shifet aty dora e Ilirit. Edhe interferencat edhe tisa qosjes ma herët. Po, urdhra. Dhe të them të drejtën, unë akoma e studioja videoklip çdo ditë dhe nxjerr detaje të reja çdo ditë. E Nikola u përzi aty? Nikola nuk donte të përzihej. Nuk donte, jo. Por pranon të urdhrat. Themi realitetin tani. Pranon të urdhrat. Do të shtoj vetëm një gjë. Bashkëpunimi me Mozën ka qenë fantastik. Një ndër bashkëpunimet e mia më të mira. Faleminderit. Ishim Gzimi, unë dhe Moza, derisa montonim aty, dhe për një moment i thash, moj Moza, aq shpejt, punon t'i kështu, nuk kaloj një orë dhe ne mbarum gjysmën e klipit dhe më tha të montuar. Dhe më tha, jeti këtu, tha se unë e kësha mbaru moti dhe. Dhe gjithçka që i kemi kërkuar edhe unë edhe Gzimi, sepse gjatë kretë gjirimish kemi qenë me Gzimin, gjithçka kemi bërë bashkë. Unë dhe Gzimi kemi bërë atë që duket aty, Nikola na ka pa për i slargu. Po gjithçka që shihet aty më marrëveshje me Gzimi dhe me ekipin e tij. Por gjithat material që kemi xhiru për 2 ditë me radhë, dur të arta të Mozës e kanë për unë deri në atë. E kanë finalizu. Prandaj një dur tërpitje të madhe për Mozën. Faleminderit. Faleminderit Moza. Gzim, jam ke thonë se s'ki me folë shumë, se je autor dhe kreator i veprave, a Moza? Kështu është puna e ti. I veprave, i punve, nuk fletë shumë, a? Edin pse, pa tjetër edhe Shkodra do t'a thoshte. Tha, burri një herë flet, nuk flet 2 herë se se len gruja. Gzim, mirë se ke ardhë, është bukur që të kemi këtu. Televizioni juaj një suport i fuqishëm për të gjithë këngëtarët, për të gjithë artistët. Po, kjo mbrëmja e fundit, që unë e quajta akademi, për mua ishte akademi, ishte krejt dore juaja, vepër juaja për bashket. E Blue Sky, Gzimit, Mozës, edhe sigurisht edhe Ilirit e Nikolës.
Mirë mbrëma, të falenderoj për ftesën, është kënaqësi shumë e madhe jona të jemi këtu. Nëpërmjet jush gjej rastin të falenderoj të gjithë teleshikuesit e programit Odeon në mbar botën kudo që janë, sidomos edhe në Shkodër, pasi edhe në Shkodër përcjellet shumë. Na vjen mirë. Çfarë na vjen mirë? Pjesa jonë, do të thonë pjesa e punës tonë me klipin, me thonë drejtën për mu personalisht ka qenë një shkollë e madhe shumë. Puna me Ilir Shaqirin, unë ka 20 vjetë që jam me aparat edhe me kamerë në dorë, por ato 2 ditë që kam përjetu me profesor Ilirin, do të thonë për mu janë baraz me 20 vjetë punë që unë kam bë. Një përvojë e bukur, e mirë, a? Një provoj, dhe më thonë që unë, dhe më thonë një provoj shumë e suksesshme për mu, biles në fund, kur maroj me montajin, dhe më thonë, Iliri edhe Moza ishin të pa, po shishin punën, unë ishe të pa ftyrën e Ilirit, se disha me pa fundin, dhe më thonë, me lexu se ku kënë me arrit, sepse figura Salimanit është një figurë shumë dimensionale, po t'i shtosh edhe figurën dimensionale 2 këngëtarëve që e kanë prezentuar, dhe më thonë, edhe për ne ishte përgjegjësi shumë e madhe. Një këngë e madhe, një këngë shumë e bukur. Prandaj unë jam këtu që në emër të familjes Salimanit, në emër të bashkë qytetarëve tonë, në emër të televizionit, në emër të gjithë atyre njerëzve që kolegëve të tij, domthonë t'i falenderoj këta 2 personalitete të këngës për këtë punë të mrekullueshme që kanë bërë. Ju falenderoj edhe ju shumë për këtë emision, një vepër shumë më vërë. Faleminderit shumë, është bukur që ju kishim edhe që ju kemi sonte këtu, e që shkojmë e vim kur të duam, e që personazhi i Sofis, ha plasa, smujte. Jene plasa përshëndetje gjithë, unë e vin nga Korça. A ti nga Korça? Po, është si e modhe t'jesh në 2 artistat mëdhenj, faleminderit shumë. Është knasi e madhe t'jesh mesin e 2 aktorëve të 2 artistat mëdhenj që është Iliri, pashtë edhe Nikola. Nikola dhe me 3 pashtë i madhë, përveç që kështu. I falenderoj dhe më thonë edhe Shkodranit, më sa fjerë përshëndetja një mira lëth. E përshëndes edhe... Egzime, a një fli këtë personazh Shkodër? Jo, me thonë drejtën unë nuk guxova me këthy kokën mrapa, po një 2 herë mua të me thonë, na xhirë jashtë një të qartë. Pashtu në i përshëndetje dhe Kecin, dhe më thonë që na i kanë dhesh dritat edhe për kena mundësi me pak i spektakl dhe artistat e mdhej, faleminderit shumë. Mirë, a ke dëgju ti për Salimanin o jere? Për në? Për Salimanin, a ke dëgju? Që është këtë banale najmë? Pse? Që ke dëgjue? Po. Për ti kvartirije konkur e këm njoftën ato. Po, a? Bashtu Ilirin, Nikolën, ato në vetë i këm rrit. Po, a? Edhe ato e ke rrit, a? Ato për. Po, a? Apo shkan Ilirit me i kalzu që e ke mojt, a? Ma po, shqitëzën më së qa. A je mirë, që shie? Mirë, si e ti? Nikol, ti halo me mjekër, a? Ku ke njoftë Salimanin? Salimani, mas parit e fjalë 2 fjalë mira dije për ta, për arsye se është një ndër figurat më të mëdhaja të folklorit, edhe një artist i vërtet, një artist i lindur, që është krenari që e njihmi dhe sot kemi rastin që flasmi për ta, një drotë të kitje. Faleminderit shumë. Kurse Salimani ka qenë edhe vetë, i ka pas ato batutat e shumë, ashtë të mira, ka dashur humorin, për këtë arsye na lejohet që edhe na pak të bëjnë atë në këtë momente humor. A mujt me pina qëra, prish tiftarin. Salimani në kumri, që kumri të lirin. Edhe ato e ke mojt si këta Po, dy? edhe ato ku mojt Salin, sa i kom pak i dëb Salimani. Po, a? Po, e pa ta shtin gji, po e mver hoxha se ja leke. Ti Arrozafa ke qenë? A? Arrozafa ke qenë Shkodër? Po normal që Ty e dha gjitonëve? Unë e për të kallëzoj, Ilir, unë e kom një muhë popë të shqiptarë shumë, Shkodërën kur që në gjithë ka, unë e dilë që shtojnë 7-15, fëmija ka shkeshin shkollë. Sa të herpari, ja, fëmija thjeshin paradite, i ku pas 2 ndërime, paradite dhe mas dite, se më ka në unë shqiptare, ta mënë, për shëndetë Shkodër, a një mira, për lojë. Apo i pilqenë më sa ferë të misioni kështë? Po, ju ka pëlqyer shumë. Edhe personazhin tonë duan Shkodër, më kanë folë shumë për Sofin. Po, faleminderit shumë, dhe më thonë e përshëndes mamin tanë që më ka bërë që ka shtë mirë.
Nese, mëshafirës na e më hesh në keki zakon me i lut, me ujas, me kërgjas heq. Një mesazh na e me këmë falë që për ndërprej, gjithë që agjerani si do mësë poshtë që të zëtë, nuk është agjerimi falë. Adin se për pak. Agjerimi bëhet rrjellshëm, bëhet me butësi, me dashuri, nuk bëhet agjerimi sa shtëra, sa keqit, mi piskit grus, me rreth fëmijë, me thuj televizorin, se nuk ta bë ka bull, harroje. Mirë, na ke dhënë mesazhin. Mesazhin? Veshtim 6 cent. Edhe Nikola të kanë dëgjuar se po agjeron tash. A? Po agjeron Nikola. Nikol? Ja, kësaj punë dhe të njanis për i vëzhlijet, jam e nofte me fitu gjenetin tasha. Ja, oj, Nikola. Nikola dhe të mi foli 6 vokte, për më mujtë me më rrjela ato. Ja, Nikola, gjithëherë ka qenë... E mirë shumë, absolutisht i urojmë të gjithë besimtarë musliman për muajin e shejt Ramazanit, por është një thonje, ne vërtet kemi edhe Bajram edhe Pashk, por shqiptarinë kemi bashkë. E malë. A do më i falenderu dy musafirët nga shkolla. I falenderoj, veç ja do dorë mas pari Ilirit, këngëtarit shumë të madh, pashtu edhe Nikola, zoti ka bëll ta boft. Nga Shkodër Përshëndetje nga Shkodër, ajni mirë sini, përshëndetje, ajni mirë, halat sini. Qish për kaleni? Ajni mirë, familjen e vetë, qa për bënja, qa për vyni, për në Prishtina dilni shpesh, ave që këna thirë? Jo, vim kur na thirrin. As vini pas thirë, a? Jo, pa thirrën. Okej, po shkësova në reshe, adin? Faleminderit shumë, është kënaqësi edhe për neve që ishim. Faleminderit shumë, shëndet lëmë të rinjit, hanajm. Faleminderit që na ktheve pak atmosferën, nuk ishte, sepse kishte trimëri, patriotizëm dhe dhimbje, na solla edhe pak humor. Faleminderit, Sofia! E keni fillu një punë të bukur, artistët për artistin e madh. A mendoni akoma të punoni këtë drejtim diçka? Janë shkruar edhe libra për Salimun, edhe pse Salimoni ka shkruar vetë shumë libra. Edhe vetë po, ka shkruar 2 libra Sadiun Spaku. 2 libra Spaku. Me këngë ka me poezi dhe poezi dhe këngë. Sepse ai ka shkruar edhe poezi të bukur. Po, ka bërë edhe poezi humori, poezi humoristike. Lirike, humoristike, me shumë përmbajtje dhe me shumë finesa. Si që thamë, ai ka njohur shumë mirë artin popullor në përgjithësi, po sasërisht trimtarin gojore të Malësisë Madhe, të Shkodrës, të gjithë Shqipërisë së Veriut, po edhe Shqipërisë të Jugut, e ka njohur në themel, në palës të gurit, si themi ne aty të nxirret fjala nga palësa e gurit. Ka njohur shumë bukur këtë dhe ka ditur shumë bukur ta plasoj atë përmes melodisë, të cilën e ka krijuar vetë, gjithmonë duke interpretuar me zërin e tij të butë. Jo për një malsori të bjeshve aty lartë, po për një malsori të urtë, kisha me thonë, të mërgullushëm, dhe ndoshta kjo është veçantia e Salimonit dhe Sali është unikat, dhe me thonë, deri tash nuk kemi një të tjilë. Vërtet unikat. Dhe shta vetëm të ndërlidhem pak nëse vinë nga njëjta 3, do më thonë. Dhe vetëm aty e kemi mësu që ka do të më thonë strofa, refreni, introduksioni, sepse deri atëherë malsort kemi pas vetëm këngë rapsodike me lahut, pa refren, pa një melodi eksakte, si me thonë, dhe ky i mori gjitha ato motive, duke ruajt fizionomin e melosit të Malësis, e qytetroj ata, ndrin ato për masa sa mos të aprish, po t'ja ruaj ato vlera që ishin, dhe e qoj drejt e qyteti këngën ka që bukur e shtriu dhe e servoj, dhe këngët e ti edhe rock grupet e kanë këndu. Sa orkestra popullore. O krimtaria e bukur në tabanin popullor, e gjdo segmenti, e gjdo zhanri është shkëlqen. Atë natë dëgjova një gjatë bukur nga profesor Zefqoba, që tha pikrisht këtë një konkluzion shkencor që tha, a i solli refrenin në këngën folklorike, e në qifteli. I vuni disa binar, të cilat ata binar ecim edhe sot dhe do të ecet edhe kohë gjatë në për ta. Brenda këtyre binarve edhe të tjeret kanë funksionu, vërtet, artistët gjithandej. E sidomos ata kosovarë që e kanë pas, sepse e kemi pas shpresën e shpëtimit e të ekzistencës të nëna Shqipërisë. Kemi pas ku tjetër iksim. Sepse
Pak më pas, sonte e kemi këtu edhe një doajen vërtet të folklorit shqiptar këtu në Kosovë, që për herë ka qenë bashkëpunëtori ynë, e që me grupin e tij, të trive të Shote Galicës, kanë realizuar këngën më e mira Bregu Cemit, që do ta shohim më pas. Kjo këngë ka qenë edhe një mesazh i madh. Apo jo? Po. Kjo balad. A Ilir? Po, unë mendoj që ne nuk duhet harrojmë atë që quhet e jona, e që është e nevojshme, e që do t'ju duhet edhe brezave të tjerë. Unë e kam thanë dhe këte jo nga vetja, po kur kam qenë para 2 vitesh të arbreshet në Itali atje, dhe ka qenë vizita ime më e bukur në gjithë hapësirën e globit ku unë kam shku për mes këngës, po një kënaqësi e veçantë me ata njerëz që kur i kam pa, më janë duk si kur janë të Prishtinës, më janë duk si kur janë Drenicës, më janë duk si kur janë të katonit tim, Burojës. Dhe me thonë, ashtu reflektonin. Ishin tonë, ishin vlezërit tonë. 600 vjetë. 600 vjetë. E ruajnë gjuhën në mes të Italisë. Po, dhe gjatë gjithë asaj që kam pa atje, kam ardhur të një konkluzion që ata e quajnë mëkatin më i madh është harrimi. Dhe vërtet është ashtu. Njeriu është i pasur për aq sa kujton. Kujtesa është pasuria e njeriu. Gjithçka tjetër mund bëhet, por kujtesa është pasuria. Prandaj mendoj që edhe ky kujtim e përkujtim që po i bëhet vllau ton, artistit të madh Salimanit, do t'i vlej brezave, do t'i vlej njerëzve që ta njohin edhe më mirë, domethënë, periudhën në të cilën ka funksionuar dhe ka punuar Salimani bashkë me ne. Ne jemi rrit me këngët e tij, na ka ndejt afër, na ka dhënë mësime, na ka dhënë bukuri. Vargu i tij në poezi dhe në këngë është varg që nuk vdes asnjëherë. Prandaj meriton të këndohet, meriton të mësohet dhe meriton ta dëgjojmë për ditë emrin e tij. Si figurë multidimensionale, Patjetër. si një figurë edhe shkencore. A Nikol? Patjetër. Patjetër. Ju faleminderit shumë që keni bërë diçka të bukur, që na identifikon, e na bën krenar, që jemi shqiptar. E shumë ju faleminderit për ju të dyve o krijimtar. Ishte kënaqësi që ju kisha sonte. Faleminderit.